për të garantuar një verë të qetë dhe të sigurt si për banorët ashtu edhe për turistët që frekuentojnë Bregdetin e Lezhës, policia vendore ka nisur një sër veprimtarish praktike që përfshin ndër të tjera edhe kontrollin e nivelit të zhurmës në zonat më të frekuentuara të Shëngjinit. Me nisjen e sezonit turistik, strukturat e rendit kanë hartuar një plan masash të detajuara që përveç rendit publik synon të parandalojnë ndotjen akustike nga muzika e bareve dhe klubeve të natës. Në këtë kuadër janë zhvilluar takime me pronar dhe administrator lokalësh për të informuar rreth detyrimeve ligjore dhe kufizimeve që lidhen me volumin dhe orarin e muzikës. Kontrollin e terrenit është shoqëruar dhe me matje teknike të nivelit të zhurmës përmes pajisjeve të certifikuara, ku testuan disa ambiente të hapura dhe të mbyllura. Sipas raporteve zyrtare, rezultatet e matjes dolën brenda kufive të lejuar nga normat ligjore. Po ashtu, policia ka verifikuar respektimin e fashave të orarit për zhvillimin e muzikës në ambiente të hapura në zonat e banuara, që lejohet nga ora 11 paradite deri në orën 24. Strukturat e rendit paralajmërojnë se do të vijojnë me kontrolle të rregullta dhe ndërhyrje të menjëhershme në rast shkeljesh, me qëllim krijimin e një klime të qetë dhe mikpritëse për vizitorët dhe komunitetin vendas.